bëjmë pyetje Don Fredit, si shkodran dhe si famultar. Si e preferoni juve një katedrale të Shkodrës që është tashmë duke u prishur? Pra, ato që tha Dom Vlashi janë të rëndësishme. Jenë rrallë parë duke të falenderu që në net mundësinë për televizorit tuaj me shku në çdo çorshë të komunitetit shqiptar të Michigan. Me të vërtetë kena bërë gjatë javëve, kena folë, kena përgatit popullin që frekuenton kishën tonë, kjo është do të thënë se tjerë se frekuentojnë, po më shkojnë, ndoshta shkojnë te kishat amerikane në vende të tjera. Edhe është bërë shumë sensitive, kanë nisën edhe ka nevojë urgjente që ka, kisha më thënë katedrale. Jo për men perfekt, e thënë shumë bukur që është nevoja e fesë, është domosdoshme për popullin. Në vërtet, universiteti i Bajnës të Meqen, edhe kisha i banë turët. Edhe atë urtia ditunia, kjo në që qëtë formimi, me formu popullin shqiptar, në gënë një formim të mërkullushëm si ko. Edhe të tana kultet fetare një mojtë të kja gjash, te për jasë zakonisht shumë rëndësishme, që ata me shkelqy me kërë punën e tyre për të mirën e popullin, kjo për vetë, u për të mirën e popullin, që të u bashku me Zotin dhe me njëri tjetër. Unë kam pas për çdo vjetë shkojmë në Shkodër, për çdo dile Dom Vlashi u ka ftu për me celebru mesh atje, e me pa. Kam pas shumë turista kur vinë, se ju dini numri 1 që shofin turistat kur vinë që të dërëve pa katedralin, ku është pasqyra e reflektimi i fesë në të ndetën. Edhe vorrezat janë shumë të rëndësishme, janë të lidhuna me kultin të dyja. Kultura një popull, thonë italian shqipe të vorrezat, si mata shumë rëndësishme. Nuk po thëmë me egzageru, është impozant, a madhe, bukur, aja për jashtë dhe shkurin mërën. Është skandaloze. A ke kujtime nga familja? Ose aty kam marrë kumimin e parë, kur jam kumu, në atë kohë, do të thënë 1967, në ka 10 vjeç, kur amëllë kisha, edhe pritë ka pas shumë vështirësi se mune me humë punën, ose nështë edhe mu mund rrët kuq, gjofse e frekuendoj për gjyshja në qotë atje. Gjyshja në ka që mu në ardhën në këta, në thote ka marrë nese, një marrë fmi e vajsë të saj, edhe du mërë nesë të në majmen kur galan kunimin e parë. Po sa Shkodran kemi ne në emigracion, këtu në Michigan, New York, ku do në bodë në Amerikë, që kanë marrë, pra kanë kujtimet, nga jo e kanë marrë... Ba me shikju nga një aspekt historik. Ashtë një shprejt që i thotë për kishën e Shën Pietrit, që janë në Rome, i thotë, mater eklezja, urbis et orbis caput. Ashtë nana e tëna kishave të botës edhe të Romës. E kisha mallë ashtë nana tëna kishave shqiptare. Kudër që tjetë, diaspor edhe mërënë në Shqipëni. Pra ne ka një me vërtet, ka një pozit plëtsisht nerit, edhe duhet me justifikuat pozit që ka të shkëllqy për menimin të pak një të shkojnë të dignitet, atë janë shkëllqimi në është ka me kanë faza 2, po të marrë në dignitet. Ashtë kara, si thonë malësor, dhe në thonë kara garë. Garë dhe thonë është kara komplet të na. Monsignor Masafra ka bëtë shmos, po ka organizanë me 1 milion kishat tjera, me nërtima aty, me metala, të këtë se ka pas një nevoj shumë të madhe, ka në monetarë, me tana, nuk i di këtë ata mundësi të tana, por ka me të tyra, ta sot hajtë nese, sa të bëjmë i fort, po bëjmë me shkara komplet. Ashtë tavani, ashtë dyshenja, janë bankat, janë murët, janë ftoftësia, mërëtësia, zani. Dom Vlashi komunikon ma mirë se ka një pesë që dhe për ka tonë në të folën dhe për matë ka dalë. A dhe përshë që merën vesh të kisha ma dhe mund ka përnë me zorit marrë me së në klasifije ma shpejt. Edhe e ju dini se ju vetë jeni në këtë profesionin me folë, kur fillën e merrat atë frymin e ta në fillën bashkë e si fije ma shpejt se duhet, sepse është aj tempi, por me darë marë, me provokën atë, me thani kja katedrale a Shkodrës, me qëfar historie. Imaginoj, në 1859 që është inauguru,
edhe sa vu ma dorën të deri kura prish pra dhe 1993 që ka papa. Ashtë ba shpejt, edhe ja ba shpejt. Ka kanë Shqipnia dhe linë në atë kohë, ka kanë... Shqipja katedralja sot ka kanë Shqipnia në atë kohë, gërë. Ama të e kanë baba shpejt. Bile shpati ka shpëtuar. Dekori i saj është vetëm ngjyra. Edhe nuk ka kur gjatë substanciale, në atë kuptimin, për shembull kur shkojmë në katedrale, tas jam të krahasuar me këtu në Amerikë me gjallë, kanë skulptura, kanë gjallë, kanë ambiente, kanë drumë, kanë dritat, kanë përveç shtabanit që është klasike perfekt, edhe ata dritare që janë nënësore, janë dimek stained glass, edhe janë stained glass. Janë 5 gjama njeni, kuç njeni bujqirë, njeni kuç njeni bujqirë. Nuk ka si tem, nuk ka si se si kene nda të kisha jonë. Të kisha jonë të vedhe me hinë kish me rëfar katekizmit. E shef Pentakost, të janë shpirti shenjt e Zoja Apostol, shef Nën Terezën, shef këthimin e Shënpani, Kristian rrugën, janë tana, adi nuk e, azisat. Para se t'ju bëj një pyetje, Don Fredi, se edhe ju keni një rol shumë të rëndësishëm për çështjen që kemi mbledhur, po do t'i bëj një pyetje Don Vlashit, a kemi një detyrim ose për kujdeset nga shteti shqiptar ose nga institucionet tuaja të hierarkisë? Nga shteti nuk ka asnjë lloj suportit, përveç në disa sektor të cilët kanë të bëjnë me edukimin, ku shteti stancion çdo vit për komunitetet fetare, një shumë të caktuar e cila është krejtësisht minimaliste. Për të shu kuriozitetin, para se të vija në Shkodër, të vite ma përpara, isha në famullinë e Velipojës, atje kishëm një shkollë, ku arrit me ma shumë se 120 nxënës, edhe kontributi nga shteti për të mullu sado pak siguracionet e mësuesve, ishte, po e them me dollar, ishte $1.200, $1.300. Kaq, por nuk ekziston. Besojmë se do të kemi një kontribut nga ana Ministrisë së Kulturës, e cila është përgjegjëse për objektet e klasifikume si objekte, si të thush, historike, vepra kulturore. Te këto hyn tavani, që si shtash është vepër e Kolid Romenos, edhe aty pa dyshim që shteti duhet të ndërhyjë për restaurimin, sepse edhe aty është një shpenzim kolosal, sepse përmasat janë të jetë mëdha, edhe është përgjegjësia e Ministrisë së Kulturës së restaurimit të tavanit. Don Fredi, tani Don Vlash Palaj, ti di pse ka udhëtuar ka arru këtu. Kisha e Shëmpalit ka qenë dhe vazhdon të jetë bujare, jo vetëm në punën e saj të përditshme që bëni juve të palodhur, por edhe me ndihma e veçanërisht për vendlindjen, cila do të jetë ndihma për katedralen nga Kisha e Shëmpalit dhe mandej pastaj për anëtarët e kishës, por edhe për njerëzit e tjerë zakonshëm, jo vetëm për ata që janë katolik, për kishën për katedralen e Shkodrës. Unë jam dakord që nga mua të tjerë mund t'japin sa kanë mundësi për të ndihmuar. Është kisha nanë, si thashë dhe ju thatë parë që aja vjerra jote, ka keni shku tonë shpia me pa, a nanë, pa më si sa nalë të sfatë, është imagineri kisha nanë, dhe me lara aja në madhe. Unë du mi thamë një herën, i du mi falenu me gjithë zemërit, tanë antarë të kishë palit e sidomos malësor. Si gjithmonë ju e dini, janë dërlanë, Zoti i rujtë e Bekoft ja shtoft 1 milion fish. Alla bana se pashanen atë kurisin, si thëmë në Amerika. Po du me inkuraju edhe du me kanë pak jash për me ata Shkodran, që sa shtu avit kërkush për me lanë diqa. Ose në kjo se janë shumë pak. Ja është për i butë, se po të Shkodran të kënë 10 herë ma shumë për me lanë se janë të lanë Malësor. Se Malësor ka në tu kishat e në Malëzi, e në Shqipni, e në Bajs, e në Kosovë, e gjithë. Shkodran duhet me organizu, mumla, me pas këtas, edhe me niftu. E ne i thëmë Shkodra Lotse dhe më thanë nanë. Lotsa dhe më thanë nanë Adash, Shkodra Lotse. Një duhet me niftu.
miku I mirë ditë fështirë, thërna. Apo jo, jo I mirë. E gjithate, jam në dhonë Shkodran, nuk du mirë të po mi nëzi. Ju e kushrit e mijët, vlazën e mijët tanë kushja. Edhe me pap mi nëzi e për me lanë. Kalane e vlaj maladin, kalane këta, po besoj se ka me lanë ata kushrit që kam Kalifornia, ne për Shkodrën, ne për kishën e maladin. Për gjithë kush për me kanë. Si është? Imaginoj që për shamo kena Lumanin, nga dhe zëtë një Lumanin. Kalan për kishë tonë të shpalë, të kisha kalan për atë ashtë besimi, adhe është I besimi dhe këtashi. Edhe e shepat mënyrë se e ka në zemër, sa është të rëndësishme. Kja nuk është ma fetare, rajonale, ose kja është marë shqiptare. Atë katedrale me mujtë e kisha lanarë, me pas mundësi. Me lanarë. Adhe si kur të vinë aty me hi njerëzit, e me thënë, wow, po vëj varë, që si e ka mërët nesh katedrale. Aja kundër ka. Ashtë kejtë e kundër, ta shpijat I kena të bukra të mira, makinat e shtajta, ashtë e në të. Edhe po përfidoj edhe për rastë, se s'du me të rek njërë në gjallë, katedrale Kosovës. Tanë tunët, ta bëmë ta plakat aty. E ka shkoj e më vlau në vjetë, që ka shkoj të me atë nuse, dhe ishin vutha sahana, se pikote. Pa ta egzërgjurët, më shumë se dhe të so. Katedrale e? Katedrale e. Si janë ba punë, di shtu shpejte, se di, nuk I di unë ata, se e kam fjallin, janë dy gjana, janë katedrale, isha nanë, por si. Si ka filluar, do mlashi, aksioni këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës? A jeni kënaqur dhe si po ecën për të mbledhur fondet, dhe nëse shumë njerëz të cilës kanë pasur mundësi kontakti me ju, ku mundet që ata të dërgojnë mundësinë e tyre ekonomike që kanë? Kjo është një fushë që e njeh më mirë Don Fredi, edhe pse kur dikush e shtrin dorën e kërkon ndihmën e tjetrit, ajo sidosi qoftë e vogël e madhe, gjithmonë është e mirë pritur, në gjithmonë duhet shprehi mirënjohje edhe konsiderat për bujarinë. Si shta dhe Don Fredi, këtu një pjesë e komunitetit është shumë bujar, ka dhuru, edhe po vazhdon me dhuru gjatë këtyne ditëve, e kam përshtypjen se tu I kanë se çështja katedrales është një çështje marë kombëtare, mund të thëna, sidomos në sa I përket katolicizmit, kjo ndimes do të vazhdojnë edhe në të ardhmen, derisa ta ngrisim katedrale në dignitet që duhet ketë, si çdo katedrale tjetër. Sa është afërsisht, do më që mund të arrangjojnë, për me ba ma të letë për njerëzit, për ata që kanë me kontribu, e kanë danë faza, për kanë 4 faza. Janë të munu me batë parë, edhe dytën me mullu me të edhe me dash me ba, I punë tamam. Nuk jam për thanë me egzageru, për me kanë dignitozë, për në ishë dash, I herë 2 milionë, se s'banë, por ta të shikiu të 1 milion e gjysë, për me për kërë këta. Me konsolidu njerë si strukturë, si qati, si tavan, çështje termike, edhe këto impiantët kryesore, të cilat janë edhe ndërhymit e parë që mund bash në një objekt. Krejt impianti elektrik do të zëvendësohet, sepse është I vitit 1992, përveç se është defektoz I konsumum, por na krijon probleme edhe në lidhje me çështjet ekonomike, sepse konsumon shumë, edhe për hyrjet ekonomike që ka katedrali është një peshë. Tashti jena në atë epokën e teknologjisë LED, e pa dyshim që duhet me ndryshu si teknologji edhe për kursimin ekonomik. Por një impiant I tillë kalon më shumë se $150-160.000. Si pas preventivë. A kemi curinë e sukseshme si fillim? Ne bame e kena bate kisha Zojs, ka kanë shtumin që ka 21, janë edhe forma tjera tash, faleminderit Zotit, ana moderne, kanë ardhur shumë persona, nuk ka kanë shumë I madhe, por kanë komunikuar, janë në 120.000, edhe nuk kanë disa donatorë më si gjithmonë. Edhe këta që janë Gjëzet Bitbuka, e të me 10.000, Fetit Zaue me 5.000, shumë tjerë me 5.000 që kanë dhanë, tana janë po 120.000.
E kena hapat go fallmite të 2 kishat, që mundën për me lanë atërë hapet I tije ma gjanë. Kena vu edhe një tjetër ma IQ, kjo se vjen dikush, por mi fjallinat ju mënu mi banë ta në formë. Për me mujt me kejë disja, por unë kisha kërën me këta në dretin, kisha mu një shpirt një shtinjër, vetëm si pamujtari kisë, sa dhe në si biri kisë, një ashtu si janë tamë. Kjo se do mlashit dhe të kishte shkohë në Shqipni, do të ishte këthyme 550.000, $600.000 kisha kërën. Si faza e parë. Atër faza e parë, atër ma volë për ka me dash diqa, ka mu dash diqa. Jena me dhaman mrapa. Kisha mallin, edhe kisha zojës të kalaja 2 dur me kërë mërtnesha. Aja shtanë bota një, zoja këshilit njët, ma dhe botë këtësi. Ma dhe good cancel, është në plejmo, është e malë, atë ja kam quj fotografi, a kënanë, që I prifti, për nëjtë ja ka të spjegu tanë, ku shë zoja, e tanë, për në ba për me folime. Aja du me shkeqy, aja hinë mrenë, me njëmë zotit ka mu gudit ura, e baqaleko që I thërna, ka mu gudit, aja del fjellë në pak, me ka lartë brap, aja prezentimi, aja du me ga një kish gotike, e ba me perfekt, por nese, anë madhë me shku malë të lejnë tanë, duke shku këta që janë dhe tavan biznesmena mirë, adı nuk ka punë me marë $100, $200 e një. Adı kur me dhe 50.000 me rrallë, te kurbanë ta.